pjesën secilën nga gocat që ai rrigjit ditën e ka prioritet, po them. Pikërisht. Ose e ka më të afërt. Të ta bëj një pyetje. A të ka thënë ndonjëherë ty që unë ty do të çoj në finale? Jo. Sepse këtë gjë ja ka thënë Nisa, ata edhe kanë diskutuar vetë. Jo, ai ka thënë në montazh. Po, edhe këtë ma ka thënë edhe mua, ndoshta e ka thënë dhe Armelës, kupton? Po, sepse ai ka këtë manin dhe iden që ai është personi që na çon neve në finale. Dhe se si do më çonte mua në finale, do me thënë duke munduar të më nxjerrë për jashtë, një zot e di. Dhe prandaj ta pyeta. Të konsideron një të fortë, dy të pavarur. Dhe për sa kohë që ti s'ke varësi të plot. Të pavarur e ti ai do jashtë, nuk i do brenda. Për sa kohë që ti s'ke varësi të plot. Absolutisht jo, dhe ai e di shumë mirë. Pse mendon ti që do kishte bërë zgjedhje Selin? Nëse ai do kishte qenë të siguroj një gjë. Nëse ai do kishte qenë 100% e sigurt. Ai do kuptoj që as Selin nuk ka varësi plot ndaj atij. Sepse Selin në vitet Jo, nuk është e varur plotësisht nga loja e atij. Po, sepse në vitet ka bërë atë që s'ka thënë mirë. Po s'ka lidhje, ajo është thjesht, kupton sa për të mulu gjurmët. Më besoj që ajo e ka thënë edhe jashtë montazheve të Vockla që kanë dalë gjatë Prime-it. Po. Se kam qenë vetë prezente. E kuptoj. Madje ka qenë dhe mirë aty vetë, kur i ka thënë që në momentin që mua do më duhet, unë do ta ndryshoj lojën sepse unë s'kam lidh kërtizën mirë. Dhe do t'i bie. Do ta shikojmë që s'do jetë kështu. Mbi veten, nuk besoj që dikush do jesh këtu dhe do ta shikosh që do ndryshoj. Po mbi veten e vet nuk ka për të vënë njëri askënd. Jo, është e vërtetë ajo gjëja, por ti duke e parë, domethënë gjithë situatën se si po krijohet.